E që shë orientove Tereza Blaca tash për dalmi? Tereza Blaca orientova, në isha me vla në rëjet, të një zdesha mu me kënu, dhe faleminderit, edhe mora sharkin veç vetë, zdesha me kënu, tani hajt ka pak, edhe pse këngun e Tereza Blaca si eri, kur i më kanë, e tani hinë e kënova do konë. A më s'ka rasti mu taku me ta? Jo, se jam 71 jam, e tani e kur e kalonën e veç që më konë pak pajri, s'ku mujt me më rri. E tani kemi bo dhe shfaqe për Tereza Blacën. Po, Unë ka pa një regjizor është e Prizrenit, një shikeri, një zanë në Duraku, edhe tha, e bëjmë një shfaqe për Tereza Blacën, thash, veç më qafa dhejle, për kushta nganë, qështu pasha zotën. Unë e tha për nëzjerë, tha një fond, tha, a vje me kënu, o thash unë me kënu 2 vete, thash pas të nga kërkush. Tani ka po me regjie, ka marrë një kompozitore, ka po dhe ndryshime. Imi konë 3 vetë, një djali se i ke monologje Tereza Blacës që ka thonë, ne ka shelash në hejgare tina, unë e kënisha i kongë, edhe një aktore këni ke një kongë, po kompozitor janë rejke kohje në muzikë, se që t'ke pak si në opere, mirë, u dalë një par kombinimi, një performancë e vogël. Tani kemi dhonë shfaqjen, premierën Prizrene, në Suareke, në Prishtinë, në Kukaj, Besabes, festivale, kemi boshtë. Qëre, ajo ideatorja, ajo Regjisorja, pas ka qenë ideatorja e mirë. Pasha zotë, s'ma ka marrë menja që ka pas. Gjithë shka që është prej profesionalizm ka lindë prej amatorizmit. Amatorizmi është maj vjetër se profesionalizmi. Kështu që nuk o kone abeqme që sunë bon kur gjatë që s'ta ka morë menja ty. Ola ka bo bege, bom. Që bilim tashimit fëtum në Zvicër, në shta këtë mujën që të vjenë, po datë s'ka saktuve që më ka hanë përgaditu se mas Ramazanët imi në Zvicër në kanë fëtu shqiptarët, me 2 net kemi me kënu e që shfaqin e Tereza Blacës që kemi bo, 2 net imi atje, po, kësmet. Unë pjo përgëzaj për këtë punë. Faleminderit. Dhe respekt për regjisorën. Faleminderit. Për gjithë aj stafi që keni punue, edhe masonalne, se kjo është një frymëzim edhe për këngëtarë tjerë me bo, kësa gjona se. Po. Se kur që i bojnë për ato muzikës klasike, se s'bojnë edhe për folklorike, gjona tjere. Po mëj, vetëm punë për dashkës. Veç punë për dashkës. Veç punë edhe angazhim. Po. Dishka banë mi modernizu. A tjetër është. Modernizan dishka. Dishka, hynë do sanat, se a i rizaj veç vetë ka kënu, të një vegel. E tash po dalme të kjo pjesa, me darsma e jote, a shkon darsma? Po ta shpej që u bu viral që kjo kundrat e zeza kër e kënova, vjetë se më kanë lonë heqë, edhe në për sofra, po një program 30-40 minuta, e ta në përzgjedha do kongbegit mira, kundrat e zeza shkon e vjekadera, jam, viv vaporat, qovadem, këto, Haradim Pashën, i ka pa do kongë që edhe ata në sofër me i ditë krejt, edhe se tash kur po ullër sofër, po kanë qefton me kënu me ty, e mora do kongë që ton me kënu gjatë që aty në 30-40 minuta. Po, këmë kënu rëgullisht, po thirën. Në ja ki vajrën ka pak, po? Po, dhe kundrat e zeza që aja që u kënu, që aja ta një thërshin gjinja se... Kështu me pjesëmarrje me një aktivitet, shumë me në shëqni, apo dishka tjetër, festivale me marrë pjesë, apo... Po shkoj, ju më kanë hënë të lezit, ju më kanë në festival Fadil Hysa e ka këtu në Kukaj. Kukaj më kanë. Me që shfaqe që ka bo Tereza Blacës, Besabes ma dhanë qëmimin, këngëtare ma i mirë, tash ja ka ditë me vlerësë. Bravo, edhe në të avërojmë, edhe na për të avërojna. E mora i shumë që aty, mirë shku, mirë ka dalë. Tjetër kuna ke morë pjesë në esena, jo? Po, në Suarek, në Ravec, në Prizren, me këtë shfaqe.
A me këtë shfaqe? Me shfaqet Reza Bllasi. Mendova në festivale folklorike, kështu që për organizojnë. Festivale folklorike, po, më kanë thirrën, që po në Hëntelezin më kanë thirrë me kundra të zeza. Dylaveri Krezio, më ka thirrë, dhe kështu. Ani? Ani. Po duhet. A ke provu me bashkëpunu me nëj instrumentista, me nëj këngëtara, po me nëj dishka nëj duet me bëha ju? Po kënej kapaku, në bëj muzikë edhe me Bahrin Rashitin, me Fatmirën Mahullën. Po, shëndesme. është këtë djalleri Genti, është një djalleri i Shotës. Po. Djalleri i mirë, shumë. I drenasit, më duke. I drenasit, anë i drenisali është, po edhe me to, pak metal ka pak. Apo ki problem të tekstet të Reza Bllasis, për shembull, se tash është problem me gjetë tekstet përveç në magnetofona. E dikon magnetofona vërtë ato kasetat atë vjetrohen me i kuptu fjallë dhe kom fjallë me nëzirë originalin. Po, është shumë që dio, Reza Blasi ka shumë të kjarë të akongët. Po, unë e kom fjallin për magnetofonet, tash është problem, se Reza po tash teknika. Teknika o vjetruhet, teknologjia të rëska posit tash. Po, tash edhe po i shkurtuajmë në ka pak kongë. Ajo është, po du une me bo, jo në e loj kritike, po në këshil, është mirë, jo se kam qëllimit e këti, po të gjithë generatat, është mirë me mundue se sukur zingjiri, një fjallja hek, kongës një dishka shkput. Si mja shkput një kongë, e vërtetë, po... Se tash kongë të ty në qoftë arshikie, ju kanë thonë arshikie, po dhe dashnije, qoftë gurbetit, qoftë këse patriotike, jenë konë histori. Ato konë jenë vepra janë. Po. E tash një veprës mi a shkput një resht apo një dishka, është pak... Qashtu, shumë kesh, po... Me mujtë. Po janë edhe gatë konë ka pak, edhe në tash po ka edhe të rije, po ka edhe në është mirë me gjurmue që ta inqizus të vjetër. Po. Përësiti, ata që i kanë kasetofonat, magnetofonat me shiritat mëdhaj, ka në Prishtinë shumë. Ka aje Shefqet Gjoci, Raif Govori, janë do shumë. Ka kaseta originali, i merë kongë, super, i merë për ty në tekstit e këtë. Tekstit, po. Apo të këtë djallin fëse këtë s'ka ide për me kënua. Ja. Jo, a? Tash ti ki qef me gjithë një shok me kënu, me ty po ti ki qef me gjithë një shok që në stilin tënë nuk ta prisha, po. Tash, po. Sa i Rezaj ka kënu veç vetë? Veç vetë ka kënu. Po ju në vëllaj njerë thash pe lo krejt, po dhe tani hajt, tani s'po t'loj gjinja. Jo, për ma hi e njës po del për një me. Po, nuk lonë vëllaj. Na kena me full shumë. Edhe pi përvojës tone, po edhe pi përvojës që na kanë lonë tjertë, për tradita, për kongë, për gjitha ato, po besoj që i prekum dhe tema pak a shumë. Po. Pak prej ardhen tonë, ku ke jetu, ku po jeton, të partë të tu, dambom, i banëm dhe spira, dhe të qaume, dhe të mira, nëm të edikon,